bashkua me latët kryesore të çlirimit nga Gjermania dhe lufta që hapë dytë botërore. Njëkohësisht vërteton me dokumenta dhe hedh poshtë Pascal Milor me shok që në luftën e dytë botërore në Shqipëri nuk ka pa luftë civile, sepse janë vënë në thonjza radiogrami që dërgon generali angles shtetit e tjerë, ku i thotë ne do të shkëpusim çdo marrëdhënie në ballin kombëtar, sepse ai është bashkuar me okupatorët dhe ka bllokuar rrugët. Ashtu si konsulli gjerman i raporton qendrës dhe i thotë bashkëpunimi jonë me ballin kombëtar është realitet. Italiani, rusi e të tjera. Dhe në bazën e këtyre është ligji botëror, Konventa e Vienës. Kush quhet luftë civile? Luftë civile nuk ka në qoftë se një popull i një vend të pushtuar nga ushtrit e huaja, se lufta kryesore është lufta çlirimtare, nuk është lufta midis pikpamjeve dhe luftave të tyre. Pra, neve fatkeqësisht paguajmë në Akademinë e Shkencës njerëz të cilët shtrëmërojnë historinë që po të kishin shtet, duke qenë se paguajnë nga lektorët do të shkojnë në burg. Si e shpjegon këtë efekt, pra si e shpjegoni këtë shtrëmërimin e historisë? Në çdo vend të botës ka shumë lloj agjenturash. Agentura politike, ekonomike, ushtarake, historike, që bëjnë prodhojnë librin. Dhe duan që përmjet kjo lloj agenture, nëpërmjet atyre që paguan dhe i komandon, shtrëmbrojnë realitetet historike në libra, dhe këto libra jepen studentëve dhe rinisë për shkolla, duke shtrëmbruar historinë dhe historia pasardhëse të të ardhmit tanë të njihen ndryshe historia vërtet nga historia reale. O strategji. Zoti Lima, cilat sipas jush janë manipulimet më të mëdha që po i bën historisë, shtrëmbërimet më të mëdha? Për këtë periudhë kohë, ndoshta ka dhe të tjera. Që ju jeni dhe aktor dhe faktor keni qenë. Kizingeri diplomati më i madh asaj epoke që u ndan 100 vjeç nga jeta, 2 herë sekretar shteti i Amerikës, që ka botuar 4 libra leadershipi, thot disa gjërave shumë e vlerë, që mund si për kufizime. Midis tjerave thot. Në qoftë se një vend dhe një popull mohon epokat e tija, është i dështuar. Pra në qoftë se një popull dhe një vend mohon epokat e tija, është i dështuar. Kjo u bë mas vitit 90 me të famshme tash që demokracinë në Shqipëri. Nuk ishte vetëm Shqipëria shtet socialist. Unë kam kaluar gjithë Ballkanin, Rumani, Bullgari, Jugoslavi, shtetet me rast mos Ballkanin lindor dhe Ballkani perëndimor që kanë pat. Europa qendrore gjithashtu. Si oficiali zbulimi strategjik. Dhe kur u vra Ceausescu kam qenë në Bukuresht. Dhe ndryshimi i sistemit në Shqipëri nuk u bë në rrugë demokratike njerëzore. U bë me dhunë, me shkatërim dhe me vrasje. Pra që këtu tregon që nuk është qëllimi ndryshimi i sistemit në rrugë demokratike, njerëzore, ligjore, por me strategjinë e shkatërimit. Dhe ashtu siç erdhë me këtë dhunë me shkatërim pushtet, ashtu pasaj vodhë dhe shkatruë dhe dogjën 520 fabrika dhe uzina ushtarake, shkatruan tanket, avionët dhe çdo gjë tjetër duke lënë sot Shqipërinë pasi avion, pasi tank, pasi helikopter mbrojtës. Sot çfarë bëjmë me? Ashtu siç bën pasaj strategjinë e genocit ekonomik, duke lënë rini pa punë ose në pagesë minimale, që të braktisë Shqipërinë, kjo genocid ekonomik, ka 2 lloj genocidesh. Genocid ushtarak me bombardimeve ajrore, ku populli s'ka t'ja mban, si që Kosovë, dhe largohet nga vendi, që bëri Miloševići në Kosovë, ka dhe genocid ekonomik, bombardimin e stomakut, pa punësinë që populli braktis vendin. Këtë bëri e filloi Berisha e bëri me shkëlqyer Rama. I bie gati 2 milion shqiptar, braktisën atdheun tonë të dashur dhe prindërit e tyre ngelen në Shqipëri pa fëmijë. Dhe tani po bëjnë marrëveshje të njëpasnjëshme që në Shqipëri po vinë aziatik, afrikan dhe djela doli Vietnami që kërkojnë 30.000 veta të bëtë marrëveshje Shqipëri. Pra, ti iki populli shqiptar, ti ndryshot gjyra, ti ndryshot dhe gjua, dhe në emër të ashtu quajtur investimit strategjike
të Meles Azani, Zvërnesi, si shtë nga more Butrinti dhe Zvërnes, dhe Shqipëria ka publikuar hapër, është në shpërbërje përfundimtare. Pra, nuk ka pasione, ka dokumenta dhe fakte. Një njeri që të flasë ekuilibruar, duhet të njohë Shqipërinë dhe ta krahasoj me shtetet e tjera si funksionojnë. Shtetet e tjera demokratike dhe ligjore. Te kemi Greqi në krahun toneve. I bën këto veprime Greqia që po bën Edi Rama sot. Shikojeni. More po i bën Malizi. Madje kancelari gjerman bëri thirrje zyrtari që Malizi të jetë pjesë e BE-s, i vetmi vend në Ballkan që ka plotësuar kërkesat. I bën Malizi këto gjëra. Shikoni gjithonët. More Vëteja, i bën Maqedonia. Shikoni më zotë kufit. Ore Vëteja, ka problem Kosovë, bë Kosovë këto gjëra. E hoqi urën e ibrit me ushtarët francez dhe bashkoi sovranitetin e Kosovës kryeministri aktual i Shqipërisë. Pra, ata forcojnë sovranitetin, forcojnë shtetin, forcojnë ekonominë, ndërsa neve bëjmë krejtësisht të kundërtën. Dhe me dhimbje, duke që është fusha ime e diplomacisë ushtarake, dhe jam një nga aktorët kryesor të krijimit diplomacisë ushtarake në Ministrinë e Mbrojtjes, pastaj atashe ushtarak i Shqipërisë dhe pastaj këshilltar ministri për këtë fushë. Edi Rama braktisi aleatët strategjik që kanë shpëtuar Shqipërinë, Amerikën, Turqinë që ka patur rol të jashtëzakonshëm dhe Italinë ai sa bëri. Dhe shikoni të gjitha marrëveshjet e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes të armatimit të shkollave ushtarake që ka bërë Edi Rama kohët e fundit, ka braktisur Amerikën, ka braktisur dhe Turqinë dhe ka bërë gjitha me Izraelin. Izraeli nuk është aleat strategjik i Shqipërisë, me dokument. Nuk është partner strategjik. Po përse ky obsesion i zotit Rama për Izraelin? Tani, nuk është partner strategjik. Mik është, nuk themi se kemi marrë mikë, mik është. Patjetër. E një dhe Kosovën. Tani, është bravo. Tani, problemi është që unë nuk mund të them morë djalë agent, nuk ma do goja. Por, një njeri që shërben me kaq devotshmëri jashtë interesave kombëtare, një shteti i cili neve nuk na jep siguri për të kombëtare, në qoftë se Shqipëria sulmohet sot nga një shtet që ka qëllimet e saj, Izraeli çfarë mund bëj? Izraeli në radhë parë nuk është fuqi rajonale të atij niveli. Në radhë dytë nuk kemi marrëveshje strategjike me kuvend. Nuk është aleat strategjik, nuk është atari NATO-s. Për neve, historia e viteve të 92 dhe deri më sot, që i kenë libër, aleatët kryesor strategjik të Shqipërisë ka qenë Amerikë, Turqi, Amerikë. Nuk ndan njëra tjetra. Unë kam duke qenë ato funksionet kam patur dhe gjithë marrëveshjet e bashkëpunimit politik dhe ushtarak me Amerikën dhe me Turqinë. Italia hyri në 97-ën për të mbrojtur veten e saj nga dyndja e madhe që mund të shkojë drejt saj, ndërsa Turqia kishte tjetër objektiv, e cilën priti 11 natës mua dhe bëri deklaratë kush prek Shqipërinë, prek Turqinë. Kush e ka bërë këtë deklaratë? Po. Dhe dëgjoj disa njerëz thonë që jo, po nuk është e vërtet, ishte ndryshe. Si është e vërtetë asaj deklarate vitit 97, e cila ka një prapasken. Ushtria greke, mos gabohem, tha që do dislokohemi në jug të vendit. Në librin e rrugtimi i Shqipërisë për integrimin në NATO, pra i bie viti 92 deri në 2009 që u bë Shqipëria, ata e NATO-s është e koncentruar në të libër, me dokumenta, me të gjitha. U falenderoj shumë ata që janë studius, që më vlerësojnë libra dhe më shkruajnë dhe më mbështesin këtë punë i bëj. Të bëshin këto libra ka të thella historike të argumentuara shkencore, të cilat nuk me ka kundërshtuar me asnjë fjalë asnjë, përkundër, do shumë punë, do pamshmëri, do edhe dëshuri. Përpara botimit të librit, unë mua jap disa njerëzve që mendoj se kanë vlera pa të kohë që trajtoj. Dëgjoj dhe një fjalë, dhe një sugjerim që bëhet, dhe u pasaj shkoj botim, duke menduar shumë.
Dhe në këtë libër është dhe pjesa që pyet juve. Në këtë libër pasqyrohet 97, shkaqet e 97-s. Dhe ka një problem, konfliktet që krijoi Berisha me Amerikën për mos pranimin e ribërjes së zgjedhjeve në 40 zona elektorale. Amerika u detyrua të dërgonte zëvendës sekretarin e shtetit në Shqipëri për të biseduar se kishte filluar